disa hamame dhe një tyrbe ku një pjesë e ekipit të Universitetit të Venecias vazhdojnë matjet e tyre gjeometrike. Mëtej, ata vazhdojnë ulëmtimet në kompleksin e kish xhamisë së Rusanit, për të ndërtuar një artë tridimensionale të bashkëveprimit kulturave bizantine dhe otomane. E gjitha kjo është në funksion të një plani integrues rehabilitimi të lançuar nga Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian. Kudo në këtë zonë, vizitori ndodhet para një tradite multifetare dhe multikulturore, që i ka fillimet një maj kodre pare pranë qytetit të bukur të Delvinës. Ky është qyteti antik i Foinikës, kryeqyteti i gjithë Kaonisë dhe Ligës Epirote në vitet 231 deri 167 para Krishtit. Këtu është vendi ku Roma me Maqedoninë nënshkruan traktatin e paqes që i dha fund luftës së dytë punike. Teatri me përmasa të mëdha tregon për një numër të madh popullsie dhe vetë Saranda ka qenë porti Foinikës. Në fakt, roli i Sarandës si vendbanim i rëndësishëm në antikitet është luhatur midis influencave të Foinikës dhe Butrintit. Dhjetra mijëra vet e vizitojnë qytetin antik të Butrintit jo vetëm në verë, por edhe në dimër. Është ndër monumentet që është shpallur pasuri e trashëgiminisë njerëzore dhe mbrohet nga UNESCO që nga viti 1992. Në fakt, Butrinti është një kompleks i tërë monumental, ku gërshetohen epoka të ndryshme, duke filluar që nga ajo e bronzit. Parku i Butrintit është i mirë organizuar në standarde ndërkombëtare. Aty i gjen të gjitha: kala, mure, skulptura, bazilika, baptister, banja, amfiteatër dhe brenda muzeut të 10 objekte më të vogla. Është pra një domosdoshmëri absolute për vizitorin. Një shëtitje në të nuk është vetëm njohje me historinë dhe arkeologjinë, por dhe një shëtitje ekologjike e mrekullueshme me spyllit e Buzliqenit, derisa arrin në pikën më të lartë, nga ku sheh peizazhe unikale, sidomos në drejtim të perëndimit dhe jugut. Atjetej është Çuka e Ajtojit, vendbanim i lirë shumë i vjetër. Duke kaluar pranë fshatit piktoresk të Mursisë, Çuka e Ajtojit na shërben si pikë referimi për të arritur në qytetin e vogël të Konispolit, në skajin më jugor të rrethit Sarandës e të vetë Shqipërisë. Pranë tij është pika e hyrjes për në Shqipëri nga ana e Greqisë Veriore. Këtu nuk mungoj në skena për jetë e fshati, ashtu si kundër ekziston dhe infrastruktura modeste e një urbanizimi të mirëfillt. Pisht e detit janë një specialitet dekorativ për Konispolin. Ato janë shumë të shijshëm, por duhet të qërohen me kujdes para se të hahen. Në jug të liqenit Butrintit është kanali i Vivarit, përballë ishulli i njohur turistik i Korfuzit. Nga aeroporti piktoresk i Korfuzit, brenda 10 minutave ndodhesh në agjensinë më të afërt që siguron udhëtimin e shkurtër me anije drejt në Sarandë. Ja si duket zona e Butrintit, teksa anija përshkon kanalin e Korfuzit drejt Sarandës. Një kala alipash të Pelenës shërben si pikë referimi për të kthyer përsëri në këtë udhkryq turistik, ku gjatë verës ka një lëvizje të madhe. Kanali i Vivarit, që ka qenë porta detare për në Butrintin antik, sot kalohet për 5 minuta me një trap, i cili me primitivitetin dhe efikasitetin e tij përbën një çudi të vogël, se si përballon 24 orë rresht trafikun e shumë të kohës së verës.
Zona e Butrintit është stacioni i parë i kamperistëve që vijnë nëpërmjet kufirit verior grek. Këtu ata bëjnë një shlodhje të shkurtër, rigrupohen si të thuash dhe përcaktojnë itinerarët e mëtejshme. Pare pranë liqeni ku rritet midhja tepër e shijshme. Përreth, syri të kënaqet me pamje të fryteve të punës së kujdesshme të fermerëve të zonës. Pas Butrintit vjen zona e lakmuar e Ksamilit. Nuk do të bëjmë koment, por do të riprodhojmë fjalë për fjalë përshkrimin për Ksamilin që gjendet në websajtin Wikipedia. Ksamili, shkruan Wikipedia, është një qytet në Shqipërinë e Jugut, në anë të rrugës Butrint-Sarand. Është një nga resortet bregdetare më të frekuentuara nga turistë vendas dhe të huaj. Atraksionet kryesore, vazhdon Wikipedia, janë grumbulli i ishujve aty pranë, dhe të cilat mund të shkosh me varka të marra me qera. Ka disa hotele të vogla që funksionojnë gjatë verës dhe restorante ku shërben gatime me prodhime të freskëta deti. Plazhet janë të vogla e të pastërta. Ky është plazhi më ekstrem i Ksamilit në distancën më të shkurtër nga Kasiopi i Korfuzit. Ja dhe ania studimore e RPM Nautical Foundation. Ndër zbulimet më të fundit në nujore të ekipit të studiuesve shqiptar dhe amerikan ishin mbeturinet e një anije antike të ngarkuar me pllaka qeramike, e cila i përket shekullit të 4 para Krishtit. Bregdeti i Sarandës ofron kushte të mrekullueshme edhe për ngritjen e shkollave profesionale për zhytje. Ania studimore futet në gjirin e Sarandës, në nuanca të forta të blus marine që ofron sot pragperëndimi i diellit. Pragmuzgu në Sarand është gjithmonë një kombinim i fillimit përgjumjes së plazheve, që gradualisht boshatisen, dhe fillimi të lëvizjes brenda në qytet e përreth tij. Pasionet janë nga më të ndryshme. Klubi i gjuetarëve të zonës funksionon mirë. Ata thonë se rrallë dalin pa gjë. Bravo, bene. Me interes të veçantë është festivali i bandave frymore që bëhet çdo vit në periudhën e verës në Sarand. Tashmë kjo është kthyer në traditë për këtë qytet me gjallëri të madhe në kohën e sezonit turistik. Shëtitoria Buzdetit dhe rrugët e qytetit fillojnë të gjallërohen sapo perëndon dielli. Megjithatë kulmin e popullimit, ajo e arrin në orët më të vona të mbrëmjes. Një kampionat për futboll femrash përgatitet